Omeri radiallahu anhu thot, nuk më intereson në çfarë gjendje jam. A jam mirë apo në fatkeqësi? A jam i pasur apo i varfër? A jam i lig apo i shëndosh? Përderisa jam musliman dhe i nështruar ndaj Allahu xhalleshanuhu. Pra brenga më e madhe e tij është se si ti nështrohet Allahu xhalleshanuhu në çdo urdhër, pavarësisht gjendjes së tij, qoftë shëndetësore, ekonomike, shoqërore dhe kështu me radhë. Të parët tonë të nderuar besimtar, edhe ato kemi pas sprova, probleme, halle, por me këtë adhurim ndaj Zotit xhalleshanuhu i kanë tejkaluar në mënyrë briljante. E ranë të sprova, e kuptojmë. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, asnjëherë mos kërkoni nga Zoti xhalleshanuhu që t'ju çojë sprova dhe probleme. Por në momentin që jeni në sprova, atër na ka mësuar i dashuri Allahu xhalleshanuhu se si ta tejkalojmë problemet e ndryshme. Gon Enes ibn Maliku radiallahu anhu se kam qenë në shërbim të pejgamberit alayhis salam mbi 10 vjet. Dhe asnjëherë nga goja e tij nuk kam dëgjuar të më thosë për një punë që e kam bërë se përse e bëre. Dhe për një punë që se bëra, se bëre. Për dikush më çertonte për një punë, thoshte lenja djalin nga se kështu ka qenë caktuar nga Allahu xhalleshanuhu. Po, para se më ndodhur puna, ne duhet të jemi aktiv me fëmijët tonë, duhet t'i udhëzojmë nga e mbara, duhet t'u japim sugjerime, duhet të jemi të afër me fëmijët tonë, por mbasi ndodh, atëherë nuk ka nevojë shqetësim fëmijët dhe vetes tande. Për atij rasti duhet të marrë mësim dhe duhet të vazhduar jeta. Imran ibn Husaini të nderuar besimtar, ishte shoku i ngushtë i pejgamberit alayhis salam. Ishte shoqëruesi i afër i të dashurit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Me vdekjen e Muhamedit alayhis salam, kine një luftë u plagos dhe qëndroi për disa vite i shtrirë, i paralizuar, gjysma e trupit të tij ishte e paralizuar duke qëndruar në krevet. I shtrirë në krevet. Një ditë prej ditëve, shokët e tij vendosin ta vizitojnë. Është normale shoku ta vizitojë shokun e tij. Megjithse me kalimin e kohës vizitat tek ne janë paksuar, por vlera është e madhe tek Zoti xhalleshanuhu për njeriu ose për shokin që e viziton shokun e tij. Shokët momentin e parë që e shohin Imran ibn Husainin të paralizuar në krevet, fillojnë të qajnë. E vërtet është zemra ndonjëherë aktivizohet me breng, nga se i mendon ditët që kanë qenë mirë, që kanë qenë të aktivizuar, aktiv në rrugën e Allahu xhalleshanuhu, për ta ngritur fjalën e Zotit xhalleshanuhu mbi fjalë të tjera. Imran ibn Husaini, ki i paralizuari, u thot, e di që jeni të shqetësuar për mua, por jam i bindur që kjo është një sprovë që përmes saj Allahu xhalleshanuhu më provokon imanin dhe besimin tim. Jeni dëshmitarë të shokët e mi që jam i kënaqur me caktimin e Allahu xhalleshanuhu, pavarësisht se disa vite qëndroj në krevet i paralizuar. Shumë pak prej nesh të nderuar besimtar, kur na ndodh ndonjë sprovë e madhe, e themi këtë fjalë. E fartha, jam i vetëdijshëm dhe kam besim të fortë në Allahun xhalleshanuhu që kjo nuk është dënim për mua, por kjo është një mirësi përmes të cilës Allahu xhalleshanuhu ma provokon mendjen dhe shpirtin tim. Ka cëlla anë do të heci? A ka shqetësimi, a ka brengosje e madhe, apo nga pajtimi ose me pajtimin e Zotit xhalleshanuhu? E zgjidh të ditën të jemi kënaqur me caktimin e Allahut xhalleshanuhu, thot Imran Husaini. Në luftën e Bedrit, shumë shok të pejgamberit alayhis salam u vranë, e një prej tyre që u vra ishte edhe
Hamza radiallahu anhu. Trupin e Hamzës radiallahu anhu e kishin ndajt në 70 pjesë dhe motre e Hamzës Safia u afrua që ta shohë trupin e vllaut të vet. E pejgamberi alayhi salam urdhroi shokët e tij që mos e lanë të afrohet, nga se kishte frikë se si do ta përjetoje këtë fatkeqësi që kishte ndodhur në luftë. Safia e qejet ju drejtua pejgamberit alayhi salam, nga se ishte më e madhe se pejgamberi i Zotit, i tha: "O biri im, e di se çfarë qëllimi ke, por të tregoj se e shoh se kjo nuk është një dënim që na ka dhënë Zoti xhaleshanuhu me vdekjen e vllaut tim ose minxhes tan. Por kjo është një mirësi që Allahu xhaleshanu na nderoi, që ne të kemi në familjen tonë një dëshmor i cili ka vdekur për kauzën islame, për ta ngritur fjalën e Allahu xhaleshanu mbi fjalë të tjera. Prandaj bohu i bindur se unë dua vetë ta shoh për herë të fundit dhe jam i kënaqur me ato që ka caktuar Zoti xhaleshanuhu." Afrohet tek trupi i tij, e përqafon Hamzën radiallahu anhu dhe largohet prej tij duke thënë: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."